politike nuk është pozita e presidentit, për ambisje politike është qeveria. Prandaj edhe unë fakt, kër e kam taku kryetarin e LDK-s, i kam thënë, e janë bashkëqeverisje, sepse aty dëshmohësh. Ta shohim ta çfarë ndodh. Domani ka penguar ambisjet politike zonjës Osmani. Po. Këtë e ka deklaruar publikisht. Fare nuk kam problem me këtë gjë, përkundrazi. Unë gjithmonë e kam inkurajuar ish presidenten. Duke i pasur ato ambisje politike, është shumë mirë që të jetë aktive për ditë në politikë dhe gjithashtu të jetë edhe në ekzekutiv. Pra këtë kemi diskutuar edhe në kaluar. A do të jetë Zonja Rushiti përsëri kandidate e vetëvendosjes opsionale? Me datën 28 dhjetor kur kemi pasur zgjedhjet, ne nuk kemi pasur kandidat për president, nuk kemi as në këto zgjedhje kandidat për president. Edhe një herë po them, ne nuk garojmë me emër për president në këto zgjedhje, në vizionin ton presidenti nuk është pol pushteti. Rama, për pak vetëm ta jap një lajm për opinionin